Në ditën kur Kosova shpalli pavarësinë e saj me 17 shkurt, në udhëheqjen e shpallësit të saj Hashim Thaqin e paralajmërojmë një protestë pasore për drejtësi në Prishtinë. Sepse pikërisht tani, kur pas më shumë se 5 vitesh, procesin Hag ka hyrë në fazën përmbyllëse, është momenti të ngrihet zëri qytetar në mbrojtje të çlirimtarëve dhe të vetë parimit të drejtësisë. Prandaj, sot jemi këtu për të njoftuar rreth kësaj proteste dhe për të shpjeguar shkurtas pse ajo është bërë domosdoshme, do të thotë. Procesin Hag është krijuar për të sjellë drejtësi, siç e dini, por me kalimin e viteve në opinionin publik është krijuar perceptimi i mjegullt, proces i gjatë, i zvarritur, procedura të ndërlikuara, informacione kontradiktore, ndikimi të diskursit politik dhe një ndjenjë se drejtësia po humb fokusin e saj juridik. Gjykata u kriju në rrethana të jashtëzakonshme politike. Vetë origjina e saj ka prodhu debat publik, a është kjo drejtësi e pastër apo drejtësi e ndikuar nga rrethana politike? Kjo pyetje sot nuk është propagandë as retorik, është shqetësim real qytetar. Qytetarët kanë parë ndër vite rrjedhje dokumentesh që vijnë nga Serbia, ankesa për të drejtat e mbrojtjes, zvarritje të proceseve, mungesë komunikimit të qartë me opinionin publik dhe një diskurs ku politika shpesh flet më shumë se ligji. Këto zhvillime të raportuara edhe nga mediat ndërkombëtare kanë krijuar bindjen se procesi nuk po perceptohet më si thjesht juridik. Drejtësia për të qenë drejtësi duhet jetë e shpejtë, e paanshme, e kuptueshme dhe mbi të gjitha e pavarur nga politika. Pikërisht për këto arsye, më 17 shkurt, ne do të mbajmë protestë pasore me moton drejtësi jo politik.